Hipokrizia e Edi Ramës, bën patriotin me propagandë dhe me kartona në parlament voton kundër rezolutës për gjenocidin serb në Kosovë. Dje mazhoranca e Edi Ramës e tregoi fytyrën e vërtetë, ndërkohë që çirret për patriotizëm duke bërë thirrje për miting në Tiranë në mbështetje të UÇK-s, deputetët në rresht të rilindjes kanë votuar kundër propozimit të opozitës për të njohur gjenocidin serb në Kosovë. Në fund të seancës së djeshme plenare, mazhoranca votoi kundër propozimit të Partisë Demokratike lidhur me mocionin me debat për rezolutën e gjenocidit serb në Kosovë. Socialistët hodhën poshtë kërkesën e opozitës, gjë që solli irritimin e këtyre të fundit gjatë votimit dhe reagimin e tyre të menjëhershëm. Mazhoranca votoi me 70 vota kundër. Sipas opozitës atje nuk mund të pritet një sjellje tjetër nga një parti që është themeluar nga serbët me 1941 dhe është mbajtur e përkrahur prej tyre. E për këtë ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, ku në fjalën e tij dje u shpreh se gjatë periudhës 1998-99 forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj, kështu u vrarën 1400 fëmijë. E Berisha tutje renditi viktimat e shkaktuara nga serbët në Kosovë. Ai tha që ata që shkelin mbi gjakun sakrificën e tyre këtij gjenocidit të tmerrshëm, ata nuk janë jo shqiptar, por nuk janë as njerëz, ata janë në nivelin e njeriut primitiv ose të kafshës. Po ju të tillë nuk mund ta paraqesni veten. Këto shifra që ju thash janë të rezolutës së Parlamentit të Kosovës, të cilën ne duhet ta adoptoni menjëherë, tutje theksoi Berisha. Të mohosh gjenocidin serb në Kosovë është si të mohosh veten si shqiptar, të mohosh ndërgjegjen e kombit, do të thotë të jesh një qenie pa ndërgjegje as shoqërore, as njerëzore e as kombëtare, tutje tha Berisha. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Bolla, duke parashtruar mendimin kundër, u shpreh se Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta dhe 11 deklarata sa i përket gjithçka çka ka ndodhur në Kosovë nga 91 deri në 2025. Vendimi juaj i PD-s i bërë publik dje për ta bojkotuar protestën e nisur me mbarkombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmim i qëndrimeve dhe veprimeve kundër interesit të Kosovës, tutje tha Bolla. Me që tha që nuk do të jeni për krah nesh, nuk do të jeni për krah kryeministrit ton, kryeministri nuk do të jetë nesër në protestë. Hajdeni, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që të mos e politizojmë. Bëni edhe ju nesër një protestë, me që nuk do të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s, tha tutje Bolla duke ju drejtuar deputetëve të opozitës. Ai shtoi se Berisha nuk ka nxjerr kurrë nga goja një fjalë për komandantët që mbahen në hak.